Ka dhe dy eksponentë socialistë që unë i shikoj në protestë, Erion Braçe dhe Elisa Spiropalin. Kjo e fundit ka qenë drejtoresh doganash, ministre, Erion Braçe zëvendës kryeministër. Edhe këta prezencë Agron Sheha apo Jorita Tabaku në protestë, apo mbështetës të protestës në pranim dhe kritik të Edi Ramës. Si lexoni këta dy personazhe? Shqiptarët e din fare mirë, Spiropali unë e njoh me dy mishë. Më ka ardhur në zyrë Spiropali. Në Amerikë? Jo, këtu. Unë kam qenë... Është era e parë që e tregoni këtë? Si ngjarje? Po, herë e parë po e tregoni ty. Unë kam qenë misioner gjithmonë këtu. Ju lutem, më fal, regjia atë foton e vjetër të Elisës, ju lutem pak kur ka qenë të mjafti, se këtu e keni nxjerrë si Madame Butterfly. No, më ka ardhur dhe mua Spiropali. Kam dalë dashis, Spiropali është një vajzë intelektuale, është socialiste, se ndryshon, ka filluar ka kohë, por si që thash më para, dy partit, PD dhe PS nuk do ekzistojnë me këto parti që janë, që është qëllimi i Spiropalit, e kuptovi se Edi Rama e një mirë, pavarësisht se i thoshe Skënderbej ato janë lajkat e saj, se milionat që ka fituar kur ka qenë drejtoresh, janë miliona dollar, por Spiropali e kuptovi, mosha është e re, më ka dëgjuar mua vazhdimisht që unë kam shpresat këtë rinjt, nuk më intereson se në parti ka qenë, më intereson... Je i gatshëm të kesh një derë për Elisën Spiropalin? Jo në parti. Jam i gatshëm për të ndihmuar, ta mbështetur në... Të mbështetur të rinjt, nëse është e zonja le të shkoj, por përpara se të hyj në themelin e kësaj që... Ja si ka qenë në vitin Edhe këtë veshje ka patur kur më ka erdhur mua. Në zyrë? Ja, e bilem ishte më pis, se që do dhe sot. Shikojni tani, ju lutem jepni edhe pak foton tjetër, me ndryshon dy foto që profesori të komentojë ndryshimin. Urdhoni tani. Do me thënë, parat e gjakut të shqiptarëve, që punojnë si slledh edhe policia, kurse kjo zonja bëhet aperim me parat e shqiptarëve. Unë jam i bindur. Unë jam pro estetikës së zonjave, kështu që ta lep të pjesës duhet që të më intereson kombi, nuk më intereson se kush pastrohet e kush udiset, më intereson realisht kjo se ke parat tënde ti inshallah veri një kokë të re. Por me parat e shqiptarëve, që deri di ajo s'kishte bukë ta hante, pra ajo do të ketë pak burgun. Shkojmë tej, profesor. Për Erion Braçës më the asnjë fjalë. Për Erion Braçën unë e kam parë vazhdimisht, ai ka kohë që është deputet, po, është deputet, por shkurtimisht shqiptarët ta dinë se si Erioni, e si kjo zonja që kanë qenë 1840 deputet për 35 vjet, nuk do ekzistojnë me asnjë parti, do kenë fatin të jenë jashtë burgut.